s'do Rama që të futesh në BE? Se? Po s'do pra. Sepse është mirë këtu. Po se është mbret. Hop, na iku sinjali komplet Ledion në të gjitha ekranat. Është mbret. Ai që ka politikat fiskale në dorë, se s'ka gjë tjetër në dorë, çka ka në dorë? Plas fabulon tjetër Ledion, një sekond. Plas fabulon tjetër, me që jemi te Evropi. Henri, ç'është ky samiti i Anversit? Anversi është qytet në Belgjik. Në Belgjik, ku flitet flamandisht, dhe është mbajës i qyteti diamanteve. Po, dhe një ndër portë më të mëdha. Dhe portet më të mëdha, ku hynë dhe shumë drogë, thonë gjithashtu. Vazhdon hyn. Përveç tjerave. Vetëm në portin e Durrësit tashmë zyrtarisht nuk ka asnjë gram që... Atje është kontroll gjithçka, po. Evropi pranon krizën industriale. Ç'është ky samit i Anversit me dy fjalë, o Henri, ma shpjegon dot? Po, bëhet fjalë që ne po jetojmë në një epokë që është epokë e ndryshimeve të mëdha. Jo thjesht në aspektin gjeopolitik, por edhe në aspektin, unë e quaj, është revolucioni industrial më i madh që në historinë e njerëzimit, që është inteligjenca artificiale, dhe gjithë zhvillimit teknologjik nëpërmjet blockchaineve, qendrave të datave etj. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky presidenti amerikan, Donald Trump, ka krijuar një projekt që quhet Stargate. Bëhet fjalë që do të investohen mbi $5 trilion, ku po mblidhen jo vetëm nga korporatat amerikane të teknologjisë, pra si pjesa e Silicon Valley, por edhe korporata ndërkombëtare të cilat po investojnë miliarda dollar, dhjetra qindra miliardë dollar në Shtetet e Bashkuara në fushën e inteligjencës artificiale. Kina nga krau tjetër në aspektin e inovacionit është duke hecur edhe ajo me ritme shumë të shpejta. Vetëm Europa si kontinent i bashkuar, për shumë arsye, mbeti pas. Kështu që unë i quaj, ndërkohë që politikanët europianë janë ata të cilët e sulmojnë më tepër nga të gjithë presidentin amerikan, unë e quaj që presidenti amerikan është një lloj bekimi që u zgjoll president për vetë Europën, sepse po i krijon këtë zimin e madh, atë që po deklaronte që pari në deklaratën e tij dhe në fjalimin e tij dhe vetë kryeministri gjerman. Pra për të kapur ritmin e zhvillimit të inteligjencës artificiale, për të mos mbetur pashë, Europa më në fund po krijon kushtet e reja për të patur një politikë të mirëfill për zhvillimin e teknologjisë dhe të inovacionit. Por unë nga krau tjetër kam një formë skepticizmi në vetvete, sepse e shikoj mjaft vështirë që e njëjta klasë politike europianët e cila krijoi këto problemet kryesore edhe për bllokimin e investimeve në fushën e inovacionit dhe teknologjisë, të krijojë reforma apo politika të caktuara për cilë këtë zhvillim. Henri, ja të shikojmë se çfarë thot kryeministri i Belgjikës në këtë samit ishte. Ta të shojnë fjalimin e tij dhe rikthehemi në 10 minutat e fundit që na kanë mbetur. Belgjikës. In energy, for instance, we should not replace one dependency with another. In energy supply, critical raw materials, semiconductors, batteries, and defense equipment, we must diversify supply chains and secure reliable partners with whom we can trade on a level playing field. In countries like ours, Germany, the Netherlands and France, the situation is simply dramatic. We are at the brink of an existential crisis. And the reasons are well known. I've heard them all the afternoon: energy costs, overall competitiveness, regulation, and Chinese dumping. I'm not going to repeat what you all said. Over the past 4 years, announced closures in the European chemical industry increased sixfold, representing a loss of almost 10% of the European chemical production capacity. Last year, I said that Europe must never become an industrial museum. First, we need to give industry room to grow and not rules that hold it back. Carbon costs continue to rise, regardless of industrial growth. Definitions on what is green are sometimes so rigid that they slow down innovation rather than accelerate it. We need technological neutrality, including for hydrogen, carbon capture, nuclear energy, and other transition technologies. We should judge solutions by results, not by labels. But Europe accounts for barely 5% of global venture capital. The United States attracts roughly 10 times more. Po pra, atëherë shna duhet Evropi, të lloj Evropi o Seba atëherë? Nëse, është më konservatore, është në një lloj agonie, problemet që ai tha janë gjitha problemet e planit Draghi, por smundja qëndron në kokën e
Shpinë e bardhë, për mendimin tim. Pra ti e fajnë Amerikanëve, Problemi sot janë Shtetet e Bashkuara. që ne jemi të dobët, që Evropi ishte dobët. Jo që thjesht Evropa është e dobët, po kërkon të ndërmarrë një plan të atill që nuk është parë ndonjëherë dhe të gjitha perandorit jo vetëm kanë dështuar kur kanë ndërmarrë plane të tilla, por kanë shkuar me qindra vite mbrapa. Tu të jesh debat me Henrin. Tani, Nëse kemi kohë në këto 10 minuta e fundi që kanë mbetur. Kina është lider në energjinë e gjelbërt. Kina është lider në prodhimin e makinerive me bateri. Kina është lider në centrale bërthamore. Kina është lider në ndërtimin e data centerave. Kina është lider nëzori dje si Dencin 2, që është lider në shumë gjëra. Është lider në materiale kritike, që janë materialet e rralla. Dhe çfarë thot presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ne thot do merrim me naftë. Po si do merresh me naftë? Kur edhe formula e Kardashevit. Jo, unë që pari, që tregon një të përmenda që pari Stargate-in që bëhet fjalë për $5 trilion investime në fushën e teknologjisë. Unë nuk e shikoj që problemin dhe fajin e ka presidenti i Amerikës, kushdo që presidenti i Amerikës, për të gjitha reformat politike të ndërmarra nga Bashkimi Evropian në këto 2 dekadat e fundit. Ato politikat e gjelbërta, Greens, apo politikat për këte net zero, pra emetimin, të ulim emetimin e karbonit në natyrë, në vitin 2035, ta që në nivelin zero. Ndërkohë që planeti është një shtëpi e përbashkët e gjithë, e ule Europa si prodhuesi më i madh industrial, pra deri në fundin e viteve 90, ka qenë një ndër industrit më të mëdha në planet, ndoshta në të njëjtin nivel me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duhet të kujtojmë këtu që në vitin 2003 GDP-ja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës me GDP-n e Europës të bashkuar ishin në të njëjtin nivel, pra ishin të barabarta. Po çfarë ka ndodhur mas 21 vitesh në 2025-ën, GDP-ja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dyfishi i GDP-s të Europës së Bashkuar. Çfarë ka ndodhur në këto 2 dekada? Janë rregulla të pafundme të cilet vrasin atë iniciativën e sipërmarrësit dhe të inovacionit. Po t'jap një shembull tjetër. Çfarë ka ndodhur në të gjitha startupet e reja teknologjike, të cilet janë krijuar dhe më pas janë shndërruar në këto korporatet multimiliardçe. Sot që flasin në 50 kompanitë e para, ke vetëm 2 kompani europiane të cilet janë ASML-n holandeze dhe ke SAP-in gjerman, pra janë vetëm 2 kompani. Pra, si ka mundësi që, edhe për këte e ka fajn leadershipi Amerikan, nuk e ka leadershipi Europian? ASML-ja, TSMC-ja, për mos kujtejmë. Po pra, po edhe ASML-ja është ajo linjë. Kjo, nuk e ishtë një presje. Antverpa për këtë u bë. Po. Pikrisht për këtë. Nuk ka kapitalistë evropian që financojnë ato që venture capitalist. Nuk ka. Evropa ka mbi rregullim. Shumë e drejtë. Për të hapur një kompani sot në Berlin, në Paris, dhe për të patentuar një ide, ty të duan mbi 100 ditë për të krijuar kompaninë dhe të duan 200 ditë të tjera për të patentuar një ide, kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të duan 10 ditë për të regjistruar kompaninë dhe për të regjistruar për të patentuar idenë tënde. Nuk ka likuiditet se s'ka bursë. Bursa është likuiditeti më i madh i mundshëm. Sigurisht. Pra, pse bursa amerikane, pra 2 bursa, Dow Jones dhe Nasdaq, përbëjnë 70% të kapitaleve të gjithë bursave botërore. Po atëherë kur ka të drejtë, për çfarë kundërshton se bim fal, kur ka të drejtë. Pra tani të them ato që doja të. Po pra, se vati ora 10 do bie bomb. Po pra, në 1500-ën energjia ishte nga sklevrit. Merrnim energjinë e krave të këtij dhe shkonim dhe kultivonim tokën. Do të mbash ritmin e zhvillimit teknologjik. Në vitin 1700... Historia njerëzore, prandaj quhet evolucione. Pra, prandaj do themi histori njerëzore. Sigurisht. Në 1700-800-ën zorëm trenin me avull. Dhe e morëm këtë lokomotivën me avull dhe e quam këtej. Në 1900-ën gjetëm naftën dhe morëm motorin me djegjet brendshme. Dhe e morëm këtë lokomotivën, nga këtu e quam atje. Shkuam te atomit dhe të tjerat. Çfarë po ndodh sot? Sot po shkojmë për të marrë energjinë diellore e pashtershme. Ndoshta historinë e njerëzimit duhet t'ia tregojmë këtyre leadershipit politik evropian të Brukselit. Po pra. Se ne kemi historinë dhe duhet vazhdoj të ndjekim. Se ka patur një arsye. Ku do me dalë se vi? Sot. Bëre mi që e bre backgroundi, po ku do të dalësh? Sot. Ai personi që është në shtëpi të bardhë, ai personi, po na thot, ju të gjithë si botë keni gabim, që mendoni se ka ngrohje globale, shqetësimi përbotshëm, që ka ngrohje globale, dhe e keni gabim ju që mendoni për energjinë diellore dhe eolike,
Se kam unë të drejtë, se kam ca interesa nafte. Se kështu bëhet historia, me një person në shtëpi të bardh që i thot gjithë botës do bëni kështu si them. Atëre prit ma është përgjigja. Thot në një çast. Jo, prit. Thot në një çast. Stop. Po jo ta them. Jo, pra tani, kur bën pyetje është e bukur tani. Po Mund të pres atje ka të një diçka, valorizoj pyetjen. kjo rrëzohet poshtë. Rrëzoja pak. Rrëzohet poshtë po me projektet të cilat presidenti amerikan i ka shtyrë përpara. Ne nuk duhet të harrojmë faktin që me 20 janar të vitit të shkuar, presidenti amerikan betimin e tij e bëri për krah të gjithë manjatëve të teknologjisë. Pra ai e shikonte dhe perceptonte të ardhmen e vendit të tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si lokomotiva e kësaj që unë e quaj revolucioni më i madh industrial i historisë njerëzimit, që është inteligjenca artificiale. Unë po t'jap një shembull tjetër. Çfarë bëri Elon Musk, njeriu industrialisti më i madh sot në planet, 2 javë më parë? Ai bashkoi 2 kompanitë e tija, SpaceX me xAI. Pra çfarë përfaqësojnë këto 2 kompani? SpaceX ka shpërndarë të gjithë në hapësirë, ka të shpërndara, si quhen këto, që shpërndajnë internetin. Nga krau tjetër, xAI është Groku, pra platforma e AI-t, dhe platforma sociale X, apo ishtë Twitteri. Tash i bashkimi i këtyre të dyjeve, dhe kush është plani i tjetër i ardhur që ai po tenton, do të ndërtojë të gjitha qendrat e të dhënave, të përpunimit të dhënave në hapësirë. Pse? Sepse e don me energji të lirë, pra zero. Në hapësirë është energji diellore, është po sigurisht, është edhe ajo, pra nuk shpenzon energji për të mbajtur të ftohtë këto, dhe do krijon kushtet për të përpunuar të dhënat në hapësirë. Dhe Europa, pse ka mbetur pas, pikërisht për shkak të politikave net zero, ka rritur koston e prodhimit të energjisë elektrike për te niveleve të perceptuara nga njeriu. Çfarë kanë bërë këto? Duke rritur taksat për emetimin e karbonit, e gjithë industria europiane përfundoi në Kinë dhe u zhvillua Kina, ndërkohë që Kina të gjitha këto politikat, nuk po shkojmë tek Nixoni dhe te Henry Kissingeri që përdorën Kinën si kundër peshë të Bashkimit Sovjetik. Mos t'i thonë, ti mos bëj tregti, unë bëj tregti etj. Po flasim për kalimin. Apple-in e quan vetat. Ishin politikat gabuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato. Po e quan vet. Absolutisht po. Tani i thonë evropianëve. Ishin politikat gabuara që dëmtuan dhe ekonominë amerikane. Pra kemi një president të ri që thotë e gjithë industria amerikane duhet të kthehet pas në vend. Të njëjtën gjë duhet bëjë dhe Europa. Se nuk mund të themi ne, unë po e pastroj pjesën hapësirës e balkonin tim, pra dhomën time, po ndërkohë në gjithë këtë shtëpinë të madhe e ndot pjesa tjetër. Çfarë është kjo? Sebastian. Do të them një gjë. Kjo është pak a shumë e thjeshtë. Ato probleme që janë bërë për 30 vjet unë t'i zgjidh për një vit. Nuk zgjidhen. Sigurisht nuk zgjidhen, po ti bën reformat të cilat do ndikojnë jetën e 50 viteve të tashme, 70 viteve të tashme. Viktor Hugo. Dhe sot betejë kush merr lokomotivën, pra drejtimin e inteligjencës artificiale, do jetë fuqia hegemone e shekullit të ardhshëm, pra në 100-150 vitet të ardhshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë lokomotiva e inteligjencës artificiale. Sigurisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po këto vinë për shkak të reformave dhe politikave të ndjekur nga kjo administratë. Po pra, Sigurisht. Kanë big tech-un më të madh ndonjëherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bursat më të mëdha ndonjëherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë likuiditetin më të madh ndonjëherë që ka qenë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë botës atë mirëqenie që se ka parë ndonjëherë në jetën e saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjellë të lloj lirie që ne kemi sot. Të rendisme, çfarë kanë sjellë Shtetet e Bashkuara botën që ndërtuan? Bim dakord. Këto janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konkluzjoni është, Viktor Hugo ka një poezi shumë bukur për Napoleon Bonapartin kur i thot: njeriu me hapin prej vigani, guximi i tij që s'kish kufi. Kështu do të bëhej, i thosh Zotit, se dua unë dhe në s'do ti. Tani çfarë dua të them me këtë lloj gjëje? Këtë e thoshte Napoleoni. Por Napoleoni sot është në analet e historisë dhe njihet si njeri i madh. Trumpi nuk ka për të njohur si njeri. Po nuk është ky debati, do jetë Trumpi njeri i madh apo jo? Debati është sepse nuk industriale e Evropit. Nuk mund të dalësh, nuk po diskutojmë për individ, ne po diskutojmë për politika, për reforma. Nuk mund të dalësh botës kundër, e para. E dyta, Evropa. Nuk ka dalë botës kundër ai Europës, po i thotë do të merrni më shumë përgjegjësi, qoftë në sigurinë tuaj, sepse mirëqenia e gjithë kontinentit tonë është e bazuar paktën që nga periudha e pas luftës, e gjitha mbi garancitë që ka dhënë ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kjo NATO e çarmatosi Evropën.
Po kjo NATO ishte ajo që Pra, pas Shtetet e 90-s Bashkuara të Amerikës, po i thënë politikanëve leadershipit europian, merrni më shumë përgjegjësi, investoni më shumë. Pas 90-s, Përfshi uni në projekte edhe me mu, pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk bëhet fjalë për një individ ke këtu. shumë të drejtë pra, pas 90-s, se Amerikën ne e shohim si i miri i botës, është dhe cowboysi. Pas 90-s çarmatosën Është vetëm cowboys, mos e shif si i mirë, se atje ka bën të bën analizë keqe. Pas 90-s çarmatosën të gjithë Evropën. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Pse çarmatoset aleati yt? Që nesër mos jetë kërcënim. Pse ti ke ndërtuar tezën Gjermania poshtë, Rusia jashtë, unë brenda? Pse e ke ndërtuar? Sepse duhet të gjithë ata që i kenë ky president po jep të drejtën Gjermanisë si fuqia dhe motori më i madh ekonomik i kontinentit, po jep të drejtën atëve që u parandalua nga pas luftës së dytë botërore, nga të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare që u nënshkruajtën në kohë, për të krijuar një ushtri të madhe. Pra, me ligje dhe me marrëveshje ndërkombëtare, Gjermania nuk është lejuar si humse e luftës së dytë botërore. Ky president pra që është sot në shtëpinë e parë, po jep të drejtë. Fal. Pyetje kam për ty. A duhen hequr rregullat dhe pengesat në industrinë energjetike europiane apo jo? Leja amerikane. Sigurisht që duhen hequr. Atëherë çfarë ka administrata amerikane për këtë punë? Ajo që unë po mundohem të them është kjo lloj gjëje, që ti mund t'i heqish rregullat për të rritur kapacitetet industriale. Rregulloret nuk hiqen në atë lloj niveli siç flasim ne deregullim total, nuk hiqen ashtu, sepse kalojmë në një problematik më të madhe. Është shumë e thjeshtë. Debat do bësh me herës tjetër, tani mbaroj koha. Jo, tani mbaroj koha. Atë debat do e bënin me atë punën e që do të bëj tani Evropi të bëj kështu, të bëj gjoba këtyre. Ishte lajmi që kishte shkruar korporatave amerikane. Po, siç fillojmë me maskun. Tani s'kishe thënë kjo Van der Leyenin. Ti kishe shkrim duke. Po, Europa për të krijuar. Ma thuaj me një fjali se nuk do bëj sot të debat. Europa për të krijuar suverenitet digital, po. Për të krijuar një strukturë të re, edhe ekonomike, edhe teknologjike, ka nevojë për një kastër politikanësh me mendësi tjetër. Pra do të ikin këta legjenda që janë tani në pushtet. Po, pra ka qenë kjo kastë politikanësh prej 2 dekadave të fundit, që kanë krijuar gjithë këtë mbi rregullim dhe kanë vrarë dhe atë frymën e sipërmarrësit për inovacion. Tu do kesh debat me Sebin. Po, jo sonte. Tani do lexojmë ca pyetje. Okej. Jo. O Ledio, ç'kemi haruar një tjetër që thashun do e plasim sot apo siç edhe Sebi dhe Henri kjo? A Ledio? Kemi vetëm melonin. Melonin, po. Kemi pjeprin, po. Melonin kemi. Po melonin si tha te kjo, te ky samiti, u tha nga të ftotja shkalla e pat, shko si tha, që gjeti shkete meloni ishë mësua në Rome, ku thonë që shko e mirë, dhe ati lartë tani pare sa ftot ishte, kështë e prit një kështjela, nga të kështjelat karakteristiket e atyre, me ca qatik pak se tërmullak, të kështu ata belgët janë të qëdishëm shumë. Ja ta shojë melonin se si tha nga të ftotit, Ledio. Edhe rikthejmë për të përshëndetur çunat. Ja. Please. Jo, na iku momenti ku ajo bërtiste. Ledio kthej edhe një herë se iku momenti ku ajo kishte ftohtë. Ja. Please. Qa perde. Erdi Muslimi. Hangër është qovë gjeni të një? S'il vous plaît. Oh, baissez-toi. Po pra, edhe të veshura si burra tani gjithë të gratë që janë kështu lidera e këti bëne, me gjaketa me Kosovë, me kështu shna i qeti pelaja, shkarë kjo mund kështu e të me. Të e një gjithë vogël edhe për këtë lloj gjëje, që 50 vjet i pritëm Amerikanët pot komunizmit dhe e djatha shqiptare u bë amerikane, anglo-amerikane, prej komunizmit, se kundërshton të komunizmin. 35 vjet, mbas rënies komunizmit, dhe Amerika vetëm me komunistët punon. Është fantastike në këtë mes. Vdes punoj me komunistët. Ku si gjenë, të majt radikal, Soros, qatë gjej, vetëm me këto vdes punoj. Mjafton marrësh pushtetin dhe punon vetëm me këto. Ky është argument për debatin, fare, jo? Desha ta thoja këtë gjë, sepse këto... Keca i natet i dhe mirë bëjë që i thua. To janë Amerikanët. Apo me UDB-n Kosovë, që e kanë UDB-n bas vetës. Ledio. Kam dhe një lidere që vishet shumë elegante.
Mos, po këtë më burë që thonë, është e vërtet këtë bileta 20.000 euro më burë që të marri pjesë të ballot e Austrisë, të ballet në ballo që bëhen në Vjenë, janë ca ballo që bëhen në Vjenë, vlla, çdo vit ato, dhe pas ka marrë pjesë Elisa Sfiropari, vlla. Dhe thonë që bileta, për të marrë pjesë atje, do të paguash 20.000 euro. Ja, këtë se di. Ndoshta mund tjetë. Tani Henri mund ta di më mirë se këto. Unë për këtë ballo tilla me Jo, maska pa maska nuk ka parë herë pjesë. Jo, nuk është me maska, e shikoj. Kongresin për shembull. Po, dakord, në Shtetet Bashkuara të Amerikës funksionon ndryshe, Europa funksionon ndryshe, ka tjetër. Ja, shikoj që Sfiropari, ne. Pyto. Nëse duhet me pa me këshu këtë punë. Po qofse vajte në fundraising, pra në mbledhje fonde. Nuk e di, është fundraising kjo tani? Në ballot të tilla apo në evente të tilla ku mblidhen fonde, pra një përfaqësues i qeverisë shkon, por sjell pas diçka, pra investime, një kompani. Nuk di ishte për fonde kjo, nuk di ishte për fonde apo jo. 40.000 euro që ka nisë për një norvegjeze, atë di si logjik. Pra ka një hetim për 20.000 euro për çështjen e mbretreshës norvegjeze. Që ka marrë pjesë atje? Po, diçka e atill. Po. Nuk e di si çështje. Elisa ka vajt falas thoti? Mund të ketë qenë me ftesë, nuk e di. Këtë nuk e di. Nuk kam informacion. Kështu kanë dalë llafet gjithmonë për media apo? Po ndoshta bazojnë tek informacioni. Mund të jetë fake news, nuk e dim, po ata që janë të interesuar ta ndjekin. Po mediat edhe mund të bëjnë një pyetje, ti dërgoj një shkresë një pyetje ministrisë jashtme. Po. Qofse është Murizi gati më thoni, ë? Ku është Murizi? Është gati, ka për mikrofonin? Okej. Atëherë, Henri, Sebastian, ne do vazhdojmë këtë debatin, këtë për punën e kësaj luftës digjitale që ka nisur. Do vazhdoj. Revolucioni industrial vetëm po rritet. Pikërisht pa. Me ritme shumë të larta. Ju falenderoj jashtëma se ju kisha sot. Henri Qenon dhe Sebastian Zonjën. Tani pas pak minutash, sekondash do të jemi me Mysy Murizin, zonja zotri. Ledion Ngeci te Henri, shikon? Nuk e di pse ngec nga ndonjëherë regjia. Edhe ç'po thoshi? Po, para se ti iki, ndërkohë